Banorët e fshatrave të njësisë administrative Çlirimi të Bashkisë Kolonjë kanë protestuar ditën e njëjtë në hyrje të urës së fshatit Qavzez. Shkak i kësaj proteste është bërë dalja jashtë funksionit të urës që lidh fshatrat e kësaj njësie me Aksi Nacional Erse Korç. Banorët shprehen se degradimi i urës ka ardhur ndër vite, ndërsa shirat e fundit e kanë nxjerrë totalisht jashtë funksionit. Tërbare Beharit na bënin portokalli, maratonën, na bënin koncerte dhe për 10 milion lekë se po t'ithni këtu, me 10 milion lekë të bëhe kjo urë, kjo këmze, nuk e bën. Dhe tani jemi në hall të madh, sidomos ne fshatit tonë dhe 12 fshatrat e zonës së Çlirimit. Ka qenë komunë Çlirimi dhe janë 12 fshatrat, janë të izoluar. Të gjitha urrat janë prishur gjithandej. Dhe nga anë e Lubonjës, dhe nga anë e Gostivishtit. Dhe tani bëjmë thirrje ministrit të infrastrukturës, kryeministrit dhe ti kryetarit të bashkisë, që më shumë bën tallava se sa vjen çaj hallet e popullit, i lutem të vinë të shikojnë në afër këtu. Më kemë unë vitë në mësarizin e i fshat andeja, ka rënë ura si dhe mi do, tja dhe e fukonin tjetër i rritë ashtia, nusja i ku me gjithë djallin të anija, me fëmijë të vogël, kjo zona këte janë 25 fshatra, jemi blokuar, s'kemi ku vejmë. Thuaj ti ku të vejmë. Kjo urë ka shumë kohë kështu, do me zënë duhet ishë riparuar më përpara nga bashkia, për shkak të mos kryerjes asnjë pune këtu, dhe kjo ndodhi që ra ura. Kjo urë ka lënë shumë banor, të paktën në 10 fshatra, të cilët i marrin ushqimet e baktive në kurris, po t'i shikosh këtu për ditë, i marrin nga njeri skaj urës, i edhin i kalojnë ke skaj tjetër. Më kurris. I kontaktuar nën prefekti i Kolonjës, Adriatik Braçe, tha se është bërë gati nga ana inxhinierike një projekt që sjell zgjidhjen përfundimtare të këtij problemi. Deri në këtë zgjidhje, sipas prefektit, nuk përjashtohet mundësia e një ure bel nga ana e forcave të armatosura. Nëpërmjet unazës së Qavzezit komunikojnë 12 fshatra me njësinë qendër.